Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata themelore në Prishtinë lëshoi urdhër aresti ndaj Mile Radojčićit dhe 19 të dyshuarve të tjerë për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile. Në të thuajse urdhër aresti do të ekzekutohet nga policia e Kosovës. Sipas gjykatës, urdhri aresti mbetet në fuqi deri në realizimin apo tërheqjen e tij pas arrestimit menjëherë, në secilin rast jo më vonë se 48 orë nga momenti i arrestimit. Personat e arrestuar të dërgohen përpara gjyqtarit procedurës paraprake në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Mbitarët ndojnë akuzat se në periudhën kohore 1998-1999 në vendin e quajtur Ura e Taliqit në Gjakov, nga 7 maj deri më 10 maj 1999, pjesëtarët e forcave ushtarake dhe policorit të uniformuarve në mesin e tyre dhe të pandehurit e lartë përmendur filluan të hapin shtëpi me shtëpi, ku me forcë dhe kanosje nxorën nga shtëpitë të gjithë personat që ishin të pranishëm, duke i ndarë burrat nga gratë dhe fëmijët, dhe më pas i vranë gjithsej 106 civil të nacionalitetit shqiptar. Trupat e tyre u gjetën në një varrezë masive në batajnisë të Serbisë. Pas lëshimit të urdhër arestit për Mile Radojčić dhe 19 serbëve të tjerë për krimin e luftën e Kosovës, reagoi dhe kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Andin Hoti, theksoi rëndësinë e ndëshkimit të kriminalëve të luftës. Ai kërkoi që ky proces të mos përfundojë me dënime të ulta, siç ka ndodhur në të kaluarën. Hoti tha se si familjar i një të zhdukurit dhe njëkohësisht kryesuesi i Komisionit për Persona të Zhdukur, konsideron se ky urdhër aresti është një hap i rëndësishëm, por që nuk mund të shërojë plagët e familjeve të viktimave pa vendosur drejtësinë. Ai theksoi se dhimbja e familjarëve nuk mbaron me identifikimin e të zhdukurve, por kërkon ndjekje penale dhe dënimin e kriminalëve të luftës. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos paralajmëron sërish se normalizimi i marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë është parakusht që Kosova mund të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë procesin e antarësimit në BE. Ne po presim formimin e qeverisë së re. Jam në kontakt me politikanët atje dhe ata pretendojnë se janë shumë pro normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, çka është parakusht që mund të nisë procesi negociatave ose të jepet statusi kandidatit, tha Kost në intervistë për Radio Europa Lirë. Ajo tha se është shumë e rëndësishme që qeveria e ardhshme e Kosovës të plotësojë disa parakushte që duhet të përmbushen. Gjatë intervistës për Radio Europa Lirë, Kost u shpreh optimist duke theksuar se nga pikpamja teknike mund të përfundojnë me Malin e Zi si antar deri në vitin 2026 dhe të përfundojnë me Shqipërinë si antar deri në fund të vitit 2027. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ish uzina autotraktorëve në Tiranë do të vihet në funksion të industrisë ushtarake për prodhimin e uniformave dhe njësive ushtarake. Kryeministri Edi Rama, teksa mori pjesë në prezantimin e projektit, tha se bëhet fjalë për një zhvillim pozitiv për forcat armatosura, ekonominë tonë kombëtare dhe komunitetin e zonës. Përmes krijimit të këtyre hallkave të reja të një zinxhiri prodhues të krijohen vende të reja pune të mirë paguara për teknik dhe për ekspert të nivelit lartë dhe sigurisht patjetër edhe që përmes këtij procesi të stimulojmë edhe teknologjinë e inovacionit. Kryeministri deklaroi se në kuadrin e rilindjes së industrisë ushtarake në Shqipëri ka një sër projektesh për rijetëzimin e infrastrukturës së vjetër të mbetur jashtë funksionit. Ishte detyrimi ynë që t'ju sqaronim nga afër, që të mos zhvillohet më tej gjithë ajo teori konspiracioni që këtu do krijohet një vatër rreziku për jetën e njerëzve, një çmenduri e vërtetë. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengo tha se gjatë kësaj dekade ka pasur një 10 fishim të investimeve në këtë sektor. I pranishëm në takimin organizuar tek ish uzina autotraktorëve në Tiranë, Piro Vengo tha se rritja e buxheteve të mbrojtjes ka siguruar rritjen e trajtimit financiar të ushtarakëve, përfshirë të gjithë komponentët inxhinierik, teknik dhe mekanik që janë jetësorë sa i përket ambicjes për të rijetëzuar industrinë ushtarake. Do kemi prodhim të mjeteve të blinduara, pra një sipërmarrje automekanike, mjeteve të emergjencave civile dhe mjeteve ambulatore për sa i përket emergjencave mjekësore. Sikundër në godinën nga pas jush, do të sigurojmë gjithashtu prodhimin e mjeteve pajisje personale, uniformave, kaq të nevojshme në fakt për të gjithë tipologjinë e forcave, qofshin këto të armatosura apo me objekt ligjzbatues. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.